jam shumë e sigur që ka shumë të tjerë të cili do donin të vinin. Me zemër janë këtu për 1001 arsye të cilat ne i dim, nuk ndodhe këtu, po gjithsesi e rëndësishme është që lëvizja mbash ta kenë në zemër, drejtësi ta kenë në zemër, solidariteti me njerëzit e tyre ta kenë në zemër, edhe të kontribojnë për komunitetet e tyre kudo që ushtrojnë profesionet e tyre, pa që nevoja të jenë këtu në shesh. E pranojmë edhe këtë formë aktivizmi. Unë në fakt nuk kam përgatitur ndonjë fjalim, po do ju flas nga zemra për pak gjëra. Unë jam nga Ducati dhe kam lindur dhe jam rritur në Himar. Të dy këto zona i njoh shumë mirë edhe u njoh shumë mirë dhe problematikat e tyre. Problematikat si të Himarës ashtu edhe të Ducatit, edhe të Vlorës, edhe të Shkodrës, edhe kudo që jemi, janë të njëjta fatkeqësisht. Kudo mungon ujë pishëm, kudo hapen shqepe rrugë, ndërtohet, hiqen trotuare, vijen trotuare, kudo fëmijët po ikin, kudo të rinjt kthehen, dëshpërohen, përpiqen, ikin prap, vin prap, kudo problematikat, kudo në Shqipëri janë të njëjta. Shtresat të cilat janë ato që vuajnë edhe gjithë këtë, edhe gjithë këtë shtypje, janë studentët, janë minatorët, janë pensionistët. Dëgjova para ca ditësh në televizor, më vjen shumë keq zonja inxhiniere Buzo, që për shkak të tërmeteve mori edhe pak famë, edhe thot që unë i shikoj pensionistët, thot, han bukë. Po pse more popull, në 2023, në 2025, në 2030, akoma do diskutohet në Shqipëri që han buk? Po buk ha dhe qëmi, more. Po ne, kur në botë, na thonë jeni të majtë, jeni komunist, jeni radikale, jo more, jemi të majtë si Norvegjia. Ku i ka Norvegjia profesionistët? Ku i ka intelektualet, nuk i ka rrugave, nuk blejnë dot një këmish, nuk blejnë dot një kostum, nuk vend dot për një vizit. E presin nga fëmija. Sa prej jush janë këtu që po mos të kini fëmijët, nuk do ja dilni dot në fund të muajt. Sa të doni jeni. Edhe jurë këtu në shesh, edhe ata në pallate, edhe ata atje tutje në Lugomare që janë duke pirë kafen, të gjithë. Ka mbetur Ducati, Ducati ishte plot me njerëz, plot me të rinj. E kam parë vetë se si janë mbyllur shkollat. Ka mbetur Orikumi, muaj të tërë pa drita. Himarën po e gllabërojnë. E kanë marrë si një thel mishi, edhe hidhen të gjithë ku e ku të kafshojnë. Edhe për njerëzit atje nuk duhet të enden dyerve për një certifikat pronësie. Këto janë të gjitha politikat të shpopullizimit. Duan të na shkullin nga rënjët. Po këdo shkullin nga rënjët ata, lebrit. Po ne jemi rritur more. Ne kemi në mendje në zemër se lëm salarin. Kemi gjitha ata trima, se këto nuk janë nacionalizma, janë këngë, janë vjersha, janë çdo gjë me të cilën ne jemi rritur. Po ne kemi në gjak këto, edhe kemi të trashëguara. Prandaj unë sot dua që t'ju ftoj dhe juve që jeni këtu, dhe ata të cilët me zemër na ndjekin, të na votojnë për një të ardhme më të mirë, për rezistencë, për t'u treguar se po, këtu bëhet, këtu rrihet, këtu jetohet, more, se ne nuk jemi të mbaruar. Jemi këtu e po rezistojnë. Edhe për ta mbyllur, si shto dhe Ali Aslani, Vlorën edhe Vlorën, thelpi kam në zëmër. Ditën e kam dritë, natën e kam ëndër. Të gjithë bashkë për Vlorën.